Besoj që u konë sot një ditë shumë e madhe për Kosovën, për këtë shqiptarë në përbot, sot u konë një fitore shumë e rëndësi, edhe besoj që këna mujtë këtë shqiptarë një bukrenar. Pa përshkushme, se u konë kështu zyrtarisht golla e parë, edhe qaq golla e rëndësishme, jem shumë i lumtur që kja golla konë për këtë shqiptarë në përbot. Pas një dinë të mirë, që ku më shenë nusat, shqyqë që Zotit ku mujtë me qanë ndjenë edhe me realizu edhe në loj, edhe jam shumë i lumtur. Tash apet, mas që së loj, kur të grumbullum mujnë tjetër apet, do të apet me do maksimumin, edhe me mujtë me fështu edhe qatu loj, edhe me marrë hala sa ma shumë pikë. Nuk është veç ndjenjë, është puna. Kemi punu për këtë fitore dhe normalisht që e falenderoj shtabin teknik edhe sidomos lojtarët të cilët tregun vetën dhe tregun kvalitetin, talentin e tyre, kvalitetin e tyre dhe tregun se si luftohet për ekip kombëtar. Pra, është një fitore që neve na shton gjasat për të kualifikuar në Kupën Botërore. Uroj që të vazhdojmë kështu edhe në ndor të krijojmë kushte që të fitojmë pikët e merituara dhe pikët që na mjaftojnë për të kualifikuar në Kupën e Botës, që do të ishte një rast shumë i mirë dhe që Kosova të prezentohet në Kupën Botërore për herë të parë, pas 10 viteve dhe mund të them në 10 vjetorin e pranimit të Kosovës në FIFA dhe në UEFA, të jetë kombëtare që do të shkojnë në këtë rezultat as lartë.